Skënderbeu, përdoroi në ato kohë dhe gjetë një gëzimi, në zemrën behar akoma, edhe kundër armikut që t'u hiqeshin robërve prangat, e t'i silli përpara Hamza, të cilin e mbajti si mik në shtëpi. E për gostira, duke u grishur që ta gëzonte edhe ai fitoren që u kishte sjellë. Por barbari para të gjithash, ju u lut, që t'i lejonte ndonjërin nga robërit, ta dërgonte në Adrianopoj dhe të lajmëronte të vetët se ishin zënë robë. Duke thënë se ata që i kishin shpëtuar Kërdis, besonin të vrarë bashkë me të tjerët, barbarit që u mohua që nga se kërkoi. Ta përsasin e të hollave për lirimin e të gjithëve, ranë në godi dhe e caktuan në 13.000 pare floriri. Kështu u dërguan 2 veta të cilët ta përfundonin punën e robërve. Për të mos pësuar gjë nga fshatarët, të ta u forcollën nga një prej tanëve, derisa dolën dhe ishin jashtë çdo rrezik. Lajmi i Kërdis që kishte ardhur ndërkohë tek Tirani dhe mbeturinat e ushtrisë së tij, kur u pan pa kapetan, pa flamuj dhe pa armë, shkaktuan të gjithëve me pamjen që paraqitën një pikëllim të madh. Mehmeti, i cili i mori vesh të gjithë një për një, me pyetjet që bënte, shpërtheu me mendjen e madhe të një mbreti në sharje të zakonshme nga fuqia e zemrimit, duke përpjekur që ta ulte shumë lavdinë e tanëve dhe të paligjte fatkeqësinë e të vet. Por dërgata e re që e çoi Hamza trodhiti shumë më tepër prijesin krenar, sesa Kërdia që sapo kishte pasur. Prandaj, duke angarkuar fajin e asaj Kërdia atij, e duke e paditur me vete për babesinë dhe planin prej Frigamani, sepse kishte humbur ushtrinë, duke e futur me marrësi natën dhe për ato vende plot ngushtica. Ai ndaloi me lehtësi të merrë ndonjë vendim lidhur me të hollat për lirimin në plan. Ka që zonja shkopratësia për të ruajtur pasurinë, por prokuratët pare pisi robërve u derdhën rreth e rrotull dhe me arsyetime jo të pavëndaj me lutje të kushtaturit. Ja kthyen mendjen Tiranit si deshën, ata, duke i thënë se ka jeta që kishte bërë gjëra të Hamza, nuk kishe mundur t'i ngarkojë kjo gjë, e t'i ngjite një dyshim i tillë. Pastaj, ishte vetëm ai në një mirim të tillë, por edhe shumë burra nga motrima. Prandaj nuk duhet të mos përfillej rasti i mjerimit të shokut, se në atë mënyrë të prekeshin edhe të tjerët dhe të largoheshin pas kësaj për shkak të smundimit dhe ti aq të egër nga çdo luftë që do duhet të bënë. Asnjëri në të ardhmen nuk do të shkonte në fushata, rasti do të paditeshin kështu, për babesi e frikë kur do ndodhte ndonjë fatkeqësi e rëndë. Një fat i tillë i luftës gjithmonë kishte qenë shpajsuar. Pas këtyre fjalëve, hollat u gjetën me njëherë, i udhëtan të dërguar. Bashkë me këto u gaditën privatisht edhe shumë dhurata të cilat i u dërgua Skënderbeu. Skënderbeu urdhëroi që pjesa më e madhe të hollave t'i jepi të mikut, se pjesa tjetër dhanë nëpërmjet ushtarëve që ishin të pranishëm dhe Mojsiut, të cilët i u dërguan për t'ia ndarë rrojes. Por Nipi, që nuk ishte më pak bujar si Ungji, nuk mbajti gjë për vete. Ka paret që u dhanë, përkundrazi, shpeshherë ai i solli të tëra dhe i buri përpara gjithë miqve dhe shokëve të tij në rreziq. Armiqt, e të paguar çmimin u lanë të ligë, të largoheshin. Hamza, duk pothuajse i mërzitur që po nisej dhe përpara se të largohej, thonë se bisedoi me Skënderbeun, pa i dëgjuar të tjerët për karakterin e Mehmetit dhe për arsyet e luftës. Kur po niseshin, u dhanë dhurata, plot e ushqime për shumë ditë, si dhe një numër të madh rojesh për t'i nxjerrë gjërë në kufi të mbretërisë. Përpara se Hamza të mbërrinte në Adrianopol, qitë e tij ishin filluar t'i përtërite dhe të plotësonte numrin e atyre që ishin zhdukur një farë dhe breja, por shumë i guximshëm dhe i rrahur për punë të luftës. Ai atëherë me të madhe ngulte plot, besoi nga Mehmeti kjo detyrë, kur përpjekur që t'i jepte mbretit zemër dhe t'i ngjallte shpresën për fitore, zotime të kota dhe të shumta. Duke thënë se çdo gjë do ta bënte me mend, me plane të menduara mirë dhe se asgjë nuk do të linte në dorë të fatit.